Përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV. Jam këtu pranë jush tashmë për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Në këtë minutazh dua të flas për një dyshe që realisht na dhurojnë adrenalin, na dhurojnë pozitivitet dhe na bëjnë që të futemi brenda dashurisë së tyre, brenda marrëdhënies së tyre, brenda jetës së tyre. Flas pikërisht për Selinën dhe për Gimbon. Selina dhe Gimbo kanë qenë në qendër të vëmendjes nga publiku se çfarë po ndodh me këtë dyshe. Janë shumë modest, më kanë thënë Tiranë, janë shumë të vërtet, nuk bëjnë asnjë gjë për klikime, thjesht janë duke shijuar dashurinë e tyre. E pra kjo është dashuria sinqert, kur raportin e tyre e përdorin për dashuri të vërtet dhe jo për interes. Në disa pyetje të pyetura nga publiku në Instagramin të Selin Bollati, Selin ka dhënë disa përgjigje shumë pozitive. Ku është pyetur për marrëdhënien e saj, ku është pyetur për lidhjen e saj, ku është pyetur për jetën e saj, për dashurinë e saj, për partnerin e saj dhe përgjigjet e Selinës kanë qenë përgjigje shumë interesante. Në pyetjen e parë se ku e gjen qetësinë, Selina ka thënë që qetësia ime, motivimi im, bota ime është pikërisht Gimbo. Unë këtë gjë e kam thënë, për ju që më ndiqni në fakt gjithmonë, unë kam thënë që Selina dhe Gimbo janë vërtet dhuratë nga Zoti për njëri tjetrin. Janë të lindur për njëri tjetrin, kanë të njëjtin karakter, kanë të njëjtën natyrë, janë pothuajse i njëjti çift dhe dinë gjithmonë të dhurojnë atë dashurinë, të dhurojnë atë pozitivitetin ashtu siç në fakt e marrin. Domethënë janë dashuri për njëri tjetrin. Nga ana tjetër, kur është pyetur se me çfarë merret Selin, domethënë Selin ka zbuluar një detaj shumë interesant që ka thënë që unë punoj ditën ndërsa Gimbo punon natën. Kjo është ajo që ne na siguron të ardhmen. Selina nuk është se ka shkruar në mënyrë të detajuar se çfarë pune bën ajo, por do me thënë që Selina merret me një lloj aktiviteti dhe siguron të ardhura, kjo është e pa diskutueshme. Do me thënë Selina ka nisur një ndoshta mini biznesin e saj që e ushtron pothuajse çdo ditë. Çifti çdo ditë po na ndan momente të bukura. Gimbo dhe Selina së fundmi kanë qenë në për pushime të ndryshme, do me thënë ato udhëtime 2 ditore në plazhin shqiptar. E kanë konfirmuar tashmë që jetojnë bashkë në të njëjtën shtëpi dhe besoj që të qëndruarit bashkëjetesa ju ka dhënë vërtet një anë pozitive, ju ka dhënë vërtet një moment të bukur dhe po e shijojnë pafund këtë momentin, po jetojnë pafund adrenalinën. Unë uroj me zemër që gjithmonë në këtë formë t'ju shkojnë gjërat dhe Zoti t'i bekoj me të mira dhe me dashuri. Më shkruani në koment si e shikoni ju dashurinë e Selinës dhe Gimbos.